Ndërmiq, ja ku takuam sërish në emisionin e përditshëm në këtë muaj begat të Ramazanit, agjërimi na edukon. Do të flasim për një cilësi e cila ka nevojë të sqarohet. Do të flasim për raportin e besimtarit me pasurinë. A është ajo një begati, a është ajo një sprov, a është pasuria për besimtarin një mënyrë me të cilën afrohet më tepër tek Zoti, e lartëson veten e tij, apo është një kurth e cila e largon nga afrimi me Zotin dhe e lidh me atë që është toksore, që është pjesë e kësaj dynjaje. Për të folur mbi këtë raport të duhur që duhet të edukohemi veçanërisht në këtë muaj të begat të Ramazanit, e kemi kënaqësinë dhe kemi nderin që të kemi sot Hoxhën e nderuar Baki Imeri. Hoxh, mirë se vini. Mirë, faleminderit për ftesën. Hoxh, nëse flasim për pasurinë, shumë besimtarë shpesh kanë dilema nëse pasuria i ndihmon në fenë e tyre apo i largon, nëse kjo është një sprov apo është një begati. Një përkufizim të përgjithshëm, pasuria për besimtarin është begati apo është sprov? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala adh-dhalimin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falënderimit qofshin Allahu xhalla shanuhu, paqja dhe mëshira Allahu qobi Muhammed alayhi salatu wassalam. Elusim Allahu xhalla shanuhu që këto ditë muajt e begat të Ramazanit, Allah na e pranon veprat tona, ibadetet tona, dhe çdo vepër për të mirë që bëjmë, Allah na e pranon. Amin. Gjithashtu lutim Allahun xhalla shanuhu që na i fal ato çëshime që mund t'i bëjmë pasi jemi njerëz edhe mund të gabojmë, Allah na i fal gjatë muajit të begat të Ramazanit. Faleminderit për ftesën, jam i nderuar që në pjesë e emisionit tuaj. Kënaqësi është dhe për ne. Allah inshallah na mundson që të jemi të begat gjatë muajit të begat të Ramazanit. S'ka dyshim se pasuria është ashtu siç e përmend Allahu xhalla shanu në Kur'an, edhe vetë jeta e njerëzit është provë e kësaj dynjas. Por ç'është interesant tek pasuria, Allahu xhalla shanu në dy ajete kuranore, në ajetin e parë Allahu xhalla shanu e quan pasurinë zine, stoli. Kurse në ajetin tjetër kuranor Allah e quan pasurinë fitne, sprov. Në një ajet zbukurim, në një ajet fitne. Fitne. E kjo tani ka pak nevojë për të sqaruar. Se duket sikur përjashton njëra tjetrën. Absolutisht. Pra, Allahu xhalla shanu në Kur'an thotë, me të vërtetë, pasuria juaj dhe fëmijët tuaj janë zine, janë stoli, janë mirësi. Kurse në ajetin kuranor Allahu xhalla shanu thotë, me të vërtetë, fëmijët tuaj, pasuria juaj janë fitne, janë sprov. Çka do të thotë? Kjo do të thotë se pasuria është nimet prej Allahu xhalla shanu. Është bereqet. Por është sprov dhe është bereqet në varësisht se si e menaxhon njeriu. Njeriu du ta kuptoj ajeti kuranor, kur i madhi Zot xhalla shanu thot: "Wa mimma razaqnahum yunfikun." Dhe prej asaj çka ne ju kemi dhënë, ju jepni. Ky është ajeti bazë kuranor, ku i madhi Zot xhalla shanu na tregon që pasurinë që e kemi është prej Allahu xhalla shanu. Është prej krijuesit. Edhe tash kur ne dim që pasuria është dhuratë e të madhe Zot xhalla shanu, ne e bëjmë pasurinë tonë shkërçim për neve. E bëjmë udhërrëfys në hajër dhe të mirë. Kur japim? Kur japim. Pse Allah për atë, ajo pasuri që e ki është e imja. Unë ta këmdon ty. Dhe ti ditë të manexhosh, ti japësh atu ku thot Allahu xhalla shanu, atu ku kërkohet nevojë, atëherë kjo është zine, është shkëlqim për ty. Është bereqet për ty. Pra ne kemi në përdorim, nuk e kemi në zotërim. Absolutisht. Na është dhënë për ta përdorur. Një dietar i madh thot: "Bëre pasurinë rob tuaj, e mos u bë rob i pasurisë." Që të thot, pasurinë që e keni me të menaxho mirë. Jepe aty ku dohet, ndihmo aty ku dohet. Dhe kjo është për ty shpërblim nga ana të madhe Zot xhalla shanu. Po nuk dite ta menaxhosh, atëherë ajo është sprov. Ajo kalon në sprov dhe mund të kalon në bela. Kalon edhe pse është diçka shumë e mirë, që atë njerëzimi lufton për ta. 3 gjëra janë begati të madhe Zot xhalla shanu që njeriu e dëron këtë botë. Por këto 3 gjëra, qofse ti don me kalu mirë me to, apo dëshiron me fitu kënaqësinë të madhe Zot xhalla shanu, atëherë do të dish ti menaxhosh. Po nuk dite këto 3 gjëra
që janë mirësi të madhe Zot xhallahu, për individ, për njeriu, kalojnë në humner për ty, apo për shkak të keqmeradhjes. Cilat janë këto? Është e para pasuria, është e dyta ilmi, dituria, dhe treta posita. Të tri janë, se që njeri ka dëshirë mi pata, se që njeri ka qëtë ditur. Natyrshëm të gjithë duan. Natyrshmëri. E këto janë bereqitje për të madhe Zot xhallahu. Që ose din mi manipulu, ti kime fitu knacina Allahu xhallahu. Edhe keme kalu mirë me ta, keme apo hajrë aty, keme pa të bereqit për ty në. Po nuk dite, me menagju me to, atër edhe psi janë, në duke janë gjera shumë të mira, por të sjellë vetëm humbje. Pra kur thoni me ditë me menaxhu, nuk kupton që përmes tyre të bëhen vepra të mira. Absolutisht. Pra të shpenzohen me ditë ku pe jep, se ashtu çu dam se edhe ne si besimtar e kemi obligim me ditë çish po e fitojmë, me ditë me rujt dhe me ditë me dhon. Trija të janë zinxhir njëri tjetër. Pse kur të fitosh halal me njerëz, bereqet të Allahu xhallahu, ti ke obligim me ru pasurinë tënde. E kur e rumë pasurinë, kur ti din me dhonë aty ku do të. Aty ku do të din me dhonë. Edhe kjo të më thonë, kalon për ty dhe për çdo besimtar, do më thonë zirë, kalon dhe dhurapit madhe Zot xhallahu. Pra kur japim, e kemi ruajtur më së miri, se e kemi ruajtur për një ditë madhe. Absolutisht. Një plak i urt, e thotë kështot, ata që ka jep, ajo është e jotja. Ajo që e runë, e merë tjetër kush. Çfarë thënie e bukur e mirë. Ata që jep, ajo është e jotja. Se ajo ka më të gjitë dikon. Është kthyer në sevap ajo. Është kthyer në sevap. Allahu Kur'an thot: "Fa me ya'mal mithqala dharratin khayran yara, wa me ya'mal mithqala dharratin sharran yara." Ai të jep në diçka, sa të vogël, punë të vogël, ata do ta gjejnë te Zoti xhallahu. Prandaj kjo fjalë e urtë e plesve tan, thot ata që jep, që ajo është e jotja. Që ajo ka më të gjitë dikon. Kurse ata që e ruan, ata e han tjetër kush, e merr tjetër kush pastaj. Prandaj këtu është ajo dallimi që mund ta sqarojmë, çka është bereqet, nimet, pasuri apo asprov. E tëra varet pra nga menaxhimi i njeriu që i bën pasurisë vet. Dhuratës që Allahu xhallahu jep. Nëse ditë që ki dhuratë për Allahut pasurin, atëherë me të vërtet çdo njeri ka meruar atë pasurinë dhe ka me pa hajër për sajna. Ka me pa mirësi për sajna. Pse ka me ditë ashtu që është dhuratë për Allahut, edhe ti kemi abu dhuratë dikuna. Kemi ditë mu të varfëri, kemi ditë mu ata që ka nevoj. A ka dua më të mirë, më të lutje, se me të bo bereqet pasuria jote, kur ti ke dimu dikon, si të bashkë në kohë të iftarit. Dhe ullët dikosh që ke dimu ti, e shë sofrën, e shë ushqimi, dhe a i bën dua lutje për ty kohë të iftarit. Për shkak se ti ke qenë, për aty që me pasurin të dhe, e ke dimu dikon. E kjo duaja është me mje, që unë se di heq fare. E ky tani shpenzim shumë i mirë, është menaxhim shumë i mirë, po është dhe investim. Investim shumë i mirë. Ndërkohë, ka njerëz horë të cilët ndoshta kanë qenë raporte të mira me fenë, me adhurimin. Mirë po, puna, angazhimi, ajo po themi dilema për të fituar sa më shumë, për të grumbulluar sa më shumë, kur ka fituar shumë, është larguar nga feja, është dobësuar. Si ndikon pasuria e madhe në largimin nga adhurimet, nga feja, nga lidhja e zemrës me Zotin? Me të vërtet, kjo është një çështje që do të na preokupoj shumë. Pse njeriu duhet punoj. Dhe punon për të parë pasuri mall. Por këtë mall që ne e bëjmë me nimetet e Zotit xhallahu. Këtu duhet mundon me nu. Unë kam arrit, kam bërë biznise, kam bërë pasuri, po? Dhe qofse ti je në shtrum, ndaj të madhit Zot xhallahu, qofse ne jemi në shtrum, të bidu në Allahun xhallahu. Pasuria sa do që të na arritet, ajo kur nuk ta humbë vëmendjen ndaj Allahut xhallahu. Kështu duhet të jetë. Kur nuk ta humbë vëmendjen. Në atë moment që pasuria të bën krenar, bën mendje madh, ajo të largon nga Zoti. Dhe ti nuk do të dish të menaxhosh pasurinë. Pasuria sa më e madhe do të jetë kokëdhimbje. Kokëdhimbje. Shtohen streset, shtohen angazhimet, shtohen problemet i valyre. Po vije shpejt edhe të humbja saj. Vije shpejt edhe të humbja saj. Prandaj njeriu, sado që të merr bereqet
ti qenë Allahu pasuri. Njeri që i nështrot Allahu Gjellëshanu, aje konsideron pasurin e ti, jo vetëm tina, po e konsideron dhurat për të madhe zëgjër, që me atë pasuri, aje t'ju shërbejt e tjerve. është mëshiru nga Allahu dhe aje mëshirat të tjerët. Dhe jo të bët kryelartë, dhe jo të bët me dibalë, që fatkeqësisht shumë njerëz binë në këtë kurth të shejtanit. Binë në këtë kurth të shejtanit. Pra, kur shohim se po na shtohet pasuria, duhet ta po themi menaxhojmë pak veten, a mos po na rritet pak mendja, a mos po ndihemi pak më arrogant, po na largon kjo nga feja, pra duhet i bëjmë këto hesape, sa herë që fitojmë shumë në informirë. Edhe vetë nocioni që kemi lexuar dinar, pasuria. Prisoj, qofse menaxhohet mirë, ai është din, është prej Zotit, është prej fesë. Pse dim me menaxhu. Qofse nuk dim me menaxhu, ai bëhet nar, bëhet shkatërrim. Bëhet shkatërrim. Sado që është bereqet, është mirësi për Zotit gjallë, po qofse ti nuk e manipulon, ti nuk e menaxhon mirë, atëherë ajo ta humblerën, të bën arrogant e gjithçka. Po a ka drejt njeriu të bëhet arrogant? Ja, nuk ka drejt. Pse nuk ka drejt bëhet arrogant? Për arsye se gjithë nimetin që e fitojmë ne, e fitojmë me çka? Me mendjen e Zotit. E fitojmë me shëndetin, me fuqinë që na ka dhënë i Madhi Zot Gjellëshanu. Prandaj nuk i takon askujt që pasuria të bëj arrogant. Po të mos i kishte këto njeriu, të mirësipit Madhi Zot Gjellëshanu, a do të arrin të bëjë këtë pasuri? Jo, ishtë du me dalë rrugëve, para xhamia me shtridorën kush po barahmet. Andaj, besimtari vërtet, besimtari mirë, din të menaxhoj, dhe menaxhimi kryesor është me falëndëru Allahun Gjellëshanu. E Allahun në Kur'an thot. Ata të cilët e falëndërojnë Allahun Gjellëshanu për të mirat që ja ka dhënë Allahu, Allah thot do t'ja shumëfishojnë pasurinë. Po në qofë se e mohojnë, bon kryelartë, inna adhabin e shedid, thot Allah kërë, me të vërtet në dëshkimit e në me shtë madhë. Pra, kur nuk japim, a është një shemë më madhësie hosh? Pra, se ju thatë falenderimi, po du të me qenë falenderues. Në kuptimi që falenderimi është duke dhënë, duke ndarë atë që ke, se thjesht me fjalë do është arruk mjafton. Absolut. Qofë se nuk e jep njeriu, janë për dy çështje. Se mund me konë besimtari mirë, por është dorën e ka të shtrënguar pak. është kaprac, apo që dhe është damaqar. E damaqar laku është i veti e shëmtuar. është veti e shëmtuar. është cilësi që shejtani i bën cytë njeriu këtë. Po marrim një shembull të kjo çështje që besimtari do ta leftoj, damaqar laku. Duhet të jetë për atyre dorëshlir që ta jep aty ku do të, se nuk do të më thonë dorëshlir e jep ku do të, vend e pa vend. Por besimtarit do të jep. Për shembull si, e kemi punën e sadakas, e kemi punën dhe më thonë të zekatit, apo të vjetë, për këtë që. Kjo është një shep falënderimi, dhe të madhët Allah azër që ma ka dhonë qatë pasuri. Besimtarit din, se me ato që ka dhonë, nuk paksohet pasuria. Shejtani është ai cili i bën cytje njeriut, dhe që shtot Allah i Kur'an, shejtani është ai cili të nxit në mohim dhe në mosdhënie të asaj që të ka dhënë i Zotit Gjellëshanu. Kurse Allahu të fton në falëndërim ndaj tij dhe shtyp pasurisë tij. Pra nuk ka njeri i cili ka dhënë, ka qenë bamirës dhe ka ngeli varfër për bamirësi. Absolutisht. Nuk e kundërta ndoshta. E kundërta, nuk ka mundësi një njeri që jep e nga japja që ai jep të paksohet pasuria. Nuk ka mundësi. Allahu në Kur'an thot pikërisht për punën e zakatit. Khudh min amwalihim, merr prej tyre pasurinë. Obligim. Merr prej tyre, po çka me bëmat pasurinë? Thot Allahu në Kur'an dy çështje i bëjmë. Kur t'ja merr besimtarët, thot ja pastrojmë pasurinë dhe ja shtojmë pasurinë. Pra Allah kush do që t'jep për izet Zotit gjera, për hir të Allah, Allah e pastron atë pasuri. Kanë thënë ulemat që e pastron? E pastron duke e ruajtur për zire, këto që janë për zakatin, për tje pasuris me personat tjerë që ta kanë.
e ruan prej zjarrit, e ruan prej vjedhjes, prej gjërave që mund ta shkatrojnë. Faliment tema, po çfarë mund të e ruan thot Allah për shkak se ti ke dhënë. Dhe e dyta, wa zidannakum, dhe thot i çojmë bereqet. A di që përmend Allahu në Kur'an çështën e dhënës, çfarë shembull të mirë, po sura Al-Baqara, thot ai cili jep në rrugë Zotit i gjason atij bujkut, i cili e mbjell një farë, dhe prej asaj fare dalin gjuhën e popullit 2-3 shtalba, dhe cili shtalb i ka ma qindra mira fara tilla. Kështu thot e Allahu Azza wa Jalla e rrit e shumëfishon pasurin e atij cili jep rrugë Zotit xhaleshano. Prandaj Allah e përmend Kur'an, shejtani është ai i cili e cyt besimtar, e cyt njeriu në fukarallëk, i shtim frikë për fukarallëkut. Pse mos po jep e po hargjitet. Kurse Allah thot, Allah të rret që të pastrosh pasurin dhe ta shumëfishon ato. Prandaj mos i ke frikë shejtanit. Pse ai të mund cytje për mos me dhonë, për mos me qenë falendërues, se ne kur t'japim për pasurisë, ne është shef falendëruar Allahut Azza wa Jall, ne e krijuesit, se është pasuri e tina. Dhe ne kur t'japim, e falenderojmë Allahun, po edhe e gëzojmë dikant. Pra kur ne japim, Zoti na jep më shumë, sepse ne s'mund të jemi më bujar se vetë Zoti. Absolutisht. Ndërkohë, çdo tregtar, ju fokusin e keni vendosur kryesisht tek menaxhimi i mirë, tek të dim ku ta japim dhe si ta shpenzojmë atë. Çdo tregtar ka dhe kërkon sezonin e duhur për të investuar, për të dhënë. A është Ramazani një sezon i duhur për të bërë bamirësi, për të ndihmuar të tjerët, për ta shpërndar atë pasuri që na e ka dhënë Zoti? S'ka dyshim, besimtarit duhet me thonë gjithmonë. Por Allah i ka veçuar ditë, net, për ka veçuar edhe muajin e bekat Ramazanit. Një muaj i cili është plot mëshirë, rahmet, një muaj ku është plot falje, një muaj ku është bereqet, ku Allahu xhaleshanuhu ja bën, na ka bën me këtë muaj që besimtarët të ndryshoj. Na ka ndryshuar mendjen, na ka ndryshuar shpirtin dhe na ka ndryshuar trupin, mënyrën gjatë këtij muaji. Me mendje që ka ndryshuar. Gjatë 11 muaj mendja shkon paralel me ato mendimet e ditore, jamore, çka ka. Po në muajin Ramazan, si të vim, mendja ku shkon? Te Zoti xhaleshano. Po 24 orë, ti je lidhur me Allahun xhaleshano. Dhe tash, kjo ndryshim i kësaj, edhe neve duhet të sjell ndryshimin. Allahun xhaleshano, për çdo vepër të mirë që e bëjmë, e ka rrit, e ka shumëfishuar shpërblimin për ta. Gjërat nafile, shpërblimin për farze. Farzet 70-700 e ma shumë. Çdo gjë të më thënë Allah për hir të muaj. Pra dhe ka thënë është muaj i rahmetit, është muaj i falë, është muaj i bereqetit. Andaj dhe besimtar bën gara për me dhonë. Për me dhonë. Sa ma shumë që t'jam këtë muaj, shpërblimi është shumë, shumë maj madhë. Por edhe bereqeti, edhe mundësia dhe më thonë është që të shtohet pasuria gjatë muajit Ramazan. Pse këtë e ka thonë Allah. E Allah ka pasurit të ballshme, sa që këtë dynja më të dhonë, nuk paksohet pasuria e tij. Prandaj dhe besimtarët thirrën gjatë këtij muaji që të bënë më solidar, të shiqohen. Një e bukur e mirë, ku Allahu xhaleshanuhu me agjerim i tregon të pasurit jetën e të varfërit. E përjeton atë vështirësi që ka i varfërit. Ja ka mundësu Allah të pasurit që me jetu jetën e të varfërit. Kur tër ditën, të në animetit i ki. Po nuk i prek. I ki para vetë, po nuk i prek. Pse? Për me kry një urët Allahu xhaleshanu. Edhe Allah të ka pru të ashtyje në jetën e përditshme të të varfërit. I cili do shta ka Ramazan, tër vitën. Dhe tash kur e përjetojmë ne ndjenin e të qerit unt, i pangopër, atëherë neve na bjen ma ndërmend për ato e cili është vazhdimsi. Prandaj, kjo ndjen neve na stimulon shumë ma shumë që pasurin që kemi ta ndajmë
me ata të cilët kanë nevojë. Që me pasurinë që kemi, ta fitojmë kënaqësinë e Allahut xhallashan. Në atë moment që ne pasurinë e kemi nda, ne kemi fituar kënaqësinë e Zotit xhallashan. Në një hadith kutsi, Allahu thot: "O bi Ademit, pse s'm ka dhënë me ngran mua, kur më ka qenë unt?" Bërë, qysh ti unt? Thot, po ka qenë filani unt, me pas arti atje, më këshiu shimua. Pra, apësi që rridh Allah zëve, dhe në pasurisë, kur ti ke dhënë dikujna, e ke kënaqë të madhin Zot xhallashan, e ke falendëruar Allahun xhallashan, për nimit, po e ke gëzuar një familje. Dhe duaja asaj familjes, padyshim që i përthen 7% dhe brin atje. Prandaj muaj bekati Ramazan, përveç që të bie në atë farë mënyrën të titruar të varfrit, të stimulon me dhon, përkohë që stimulon me dhon, edhe të mundson ty që të fitosh shpërblimet shumë të mëdha, pas Allah e din. Pas Allah e din. Saj shpërblen ai. Ashtu siç ka thënë hadith kutsi, çdo vepër e bën Ademit është për ta. Kurse agjerimi është për mu dhe unë shpërblej posaçëm për ta. Pra këtu shpërblimet tani janë pa hesap, janë pa llogari, nuk mund t'i masim nuk se sa. Nuk mund t'i masim. Kjo është shpërblimi i madh i Allahut xhallashan për të gjithë ata të cilët punojnë punë të mira, po mbi gjitha për ata që falenderojnë Allahun duke dhënë nga pasuria e tyre njerëzve të cilët kanë nevojë. Në fakt feja islame e nxit besimtarin jo vetëm të bëjë mirë, por se i tregon dhe si ta bëjë atë në formën më fisnike. E edukon se si ta bëjë në formën më të mirë dhe më të dobishme. Dhe ne shpesh kemi dëgjuar hadithe ose ajete, të cilat e ftojnë besimtarin që sadakan e tij ta jap në një formë që e ruan dinjitetin e tjetrit. Si është më e mira për të dhënë sadakaja? Nuk ka dyshim se edhe ajetet kuranore, edhe hadithet na flasin për mënyrën e dhënies. Asaj që dëshirojmë të ndihmojmë. Janë dy çështje. Kur njeriu bën një organizim që për ta ndihmuar dikant, duhet me rut dinjitetin e atij që po jep. Nuk ka nevojë, për shembull, me mbledh tolla, me mbledh ushqim, dhe tash me shku me reklamuna çka bënon. Jo. Pra mos dalim më superior se ai. S'dalim, jo, më superior. Po mos të tregojmë një vepër që kemi bërë, që e humpa të farë shpërblimet të më sa për sy e faqe, apo me bë për reklam, për me të pati ku shka bën. Jo, pejgamberi sallam në hadithën të cilën tregon se 7 persona do të jenë në mëshirën e të madhit Zot xhallashan. Një prej atyre që do të mëshirën Allah, do të ata persona të cilët ka dhënë nga dora e djathtë, saqë dora e majtë se ka diçka ka dhënë. Kjo do të thotë që ti jepe ato që jepe për izat Zot, për hir të Allah, për ta ndihmuar dikon, jo për të poshtruar, jo për ta qitur para kamerave, jo para të bëj reklam, s'po di si ta them ato, pra që më kushtu shëtësi. Ta bëjmë ato që jep. Dhe çështja e dytë është besimtari ka nevojë edhe nuk po them të këtë aspekt të bëj reklam çka kam dhënë, por mi stimulu njerëzit me dhënë. Këtu duhet të jepet edhe mënyrë të hapur. Por jo si individ që dash e bërë këtë. Po tregohet që të stimulohen njerëzit për me dhonë aty ku do të. Për shembull merret aksionit të ndryshme, ndërtimin e shkollës, ndërtimin e xhamisë, ato që janë nevojë e shoqërisë. Ato është mirë. Jo si individ mu reklamu që dash. Po organizatori. Pra bëhet thirrje që janë mbledhur kaq, kërkohet mbledhjen aq. Për dy çështje. Çështja për të qenë transparent ndaj atyre që kanë ndihmuar në një aksion të tillë. Se më e keqja dhe shirri më i madh që mund ta bëj shejtani është këtu. Ti cyt dhe ti bën njerëzit të dyshimt në çështjet e organizimit të një mbledhije të holla apo çka po të jone. Islami ka prerë rrugën shumë dyshimeve, shumë keq interpretimeve. Prandaj kjo që kur ke ndonjë organizim shoqëror, po ndonjë shoqërore, xhami, shkolla, ato bëhen sa më transparente. Transparente bëhen ato. Por kur bëhen transparente, ka dikush që të merr yrnek që ky pas ka dhënë, që ai pas ka dhënë, edhe kur shifet
që ai pas ka dhonë, dhe ndoshta ai ka punë ma ketë se unë. Nuk e ka pasurin që ka mund, dhe kjo është një stimulim, kur njeriu do ta bëj edhe haptas që me kon e tërheqë vretjen për dikon që dhe hajtë të jep. Të jep. Pra është çështja duhet me përhap apo me tregu sa ka dhonë, çështje transparent, po çështje për stimulim për tjerët. Kurse të çështjet individuale që kanë ndihmuar njerëzit me ushqim, ato fshehtësi, nuk është mirë absolutisht që të reklamohet ajo që ke dhënë, po as të denigrohet një familje apo diçka sen pse e ke ndihmu. Ti nuk e ke ndihmu ato. Këtë do të me pat parasysh se të që jep. Kur ti dika se ke ndihmu, ti e ke ndihmu me vetën tënde. Pra më shumë ke përfituar ti që ke dhënë. Absolutisht. Dhe ajo që ke dhënë ka qenë e Zotit një farë mire. Absolutisht. Ti e ke ndihmu me vetën. Pse ke ndihmu? Pse ke kryer obligimin? Ke pasuruar zemrën, ke shtuar sevapet. Gjitha këto e ke ndihmu, po mos me dhonë. Ti veç e ngarkon me vetën. E ngarkon me vetën atë pasuri. Dhe bësh ma koprac, ma mendjemat, dhe mbi gjitha e hum dashurinë e njerëzve. Një prej sifateve cilësive të besimtarve është dashuria, respekti ndaj njëri tjetrit. Me çka edhe? Pra dhe njerëzit të urrejnë nëse nuk jep. Absolutisht. Edhe e fiton. Askush nuk do të jetë i urryer tek ta afërmi tek njerëzit. Gjithçka që të bën, ti domethënë e bën për vetveten, nuk e ndihmon vetveten. Por e ndihmon vetveten, je më i qetë, je më i rat. Ke respektin e njerëzve. Ke nderin e njerëzve. Po të bësh arrogant, po të bësh mendjemadh, nuk ke herë do të jesh i urryer, ndoshta njerëzit ndoshta dhe mallkojnë, edhe bëjnë dua të cilat ndoshta nuk janë të mira. Prandaj po përmendem një rast kur njëri jepte, edhe u krarante, po i marrë qika shpontore, po ja bukën në këtë sene. Jo, be vllai dashur. Rizku është për Allahut. Së më nalë rizkun të mu. As kujtë së nalë rizkun. Po ti dosh me kon krenar që Allahut ka bo ty. Sebeb shkaktar mi u shku rizku njerëzve. Aje ka kry punën. Dhe ti ja ka dhosh përblimin. Pra të ka kry punën. Aje ta ka menagju punën tënde. Aje ta ka rrit biznesin tënde. Me punën e ti. Ti nuk do të krenohesh, pse ti ja ke dhënë pagën atij. Hoç, kur i japim, nga duhet t'ja fillojmë, sepse ka njerëz të cilët nuk kanë shumë, kanë pak, duan t'i japin diku. Nevojtarët janë sa në rrethin familjar, sa në rrethin shoqëror, sa tek xhamati, nga kush ka përparësi. S'ka dyshim se të dhënia, të ndihma, çështja e parë është familja. Të afërmit. Mas adej kalohet fëqenjet apo ata që ki bafër. Nuk mënesh me kon njeri i mirë, i ndershëm, me të tjerët e me vetveten familjen tënde jo mirë. Pejgamberi sa ka thënë, 100 dirhem i ke dhënë për dikon tjetër. 1 dirhem e ke dhënë për familjen tënde, për 100 dirhemin e ki sevapin më të madh. Se për ato. Prandaj duhet nisur nga familja, nga akrabau, farefisi. Nuk është mirë ti me ndihmu tjetër kënd, kurse vllau, akrabaja, farefisi, familja, kanë nevojë për ndihmën tënde. Spari pra duhet me fillu ka familja. Kur e përthekon rrethin familje, atëherë dalim në fëqësi ata që kemi mas afër. Mas afërmi, pse nuk bën me kalu familjen tënde. Pra, familja është, po themi, ajo e cila ka më tepër përparësi. Po ndërkohë, familja ka brezat, po themi, të ndryshëm, si të arrim që dhe fëmijët tanë ta vazhdojnë këtë traditë të mirë. Pra si t'i edukojmë që nëse ne jemi bujar me familje, me farefisi, me të afërmit, edhe fëmijët tanë ta vazhdojnë këtë rrugë. Nuk ka dyshim se yrnek, shembull i fëmisë prinde. Allahu xhaleshanu fëmisë në fëmijën e tij ja ka dhënë instiktin e të pamurit. Ke po fëmijë se si fëmijë i fortë ditën nuk kupton fort. Pra vazhdon. Por ai e memorizon ato çka e sheh. Pra fëmijët janë shumë të vëmendshëm, edhe pse duket sikur janë të vegjël dhe nuk kuptojnë. Instiktin Allah ja ka dhënë fëmijës të pamur. Ai çka sheh e blen të popullit me. Imiton me herë e memorizon ato memorave. Dhe nuk ka gjë më mirë se fëmia të ketë yrnek,
shembull prindin e vet. Edhe kur e sheh prindin e vet që pasuria e atij nuk e ka bërë mendje madh, nuk e ka bërë arrogant, nuk e ka largu pe familjes, nuk e ka largu pe shoqërisë, nuk e ka largu pe vatanit, por është çaj që ka qenë sikur e pat, sikur se pat. E merr shumë. E sheh që prindi po ndihmon, po jep. E ka shembull, prindin e vet, ai vazhdon rrugën dhe atë trashëgimi që e merr fëmia nga prindëve, ato edhe vazhdon. Por pejgamberi ka thënë, asgjë nuk i den trashëgim më të mirë prindit mirë se sa edukatën. Dhe kur e len të edukum, që kjo pasuria që ka trashëgum nga prindi, nuk e fëmijë, nuk e bën mendje madh, nuk e bën arrogant, nuk e bën të dallume, po përkundër gjithmonë do të jetë modest, do të jetë i thjesht, do të jetë falendërues ndaj Zotit Xheleshanu për pasurinë që ka dhe falënderim shpejt kur i ndihmon të tjerë. Prandaj secili prind do të me pasë parasysh që në jetën e vet të përditshme, çfarë do që të punon, po këtë rast tek pasuria t'ia jep edukatën fëmijëve vet, ose të kundërtën të rrugotshëm se që fëmia e vet. Dhe cili prind ka dëshirë që fëmia e tij të mos e trashëgojë në hajër dhe të mirë, asnjë. Prandaj do të me pat kujdes. Me pat shumë kujdes se fëmia është ai i cili blen të gjuhën e popullit apo merr yrnek prindin e vet. Pra të kemi fokus në këtë Ramazan dhe fëmijët që t'i edukojmë me këtë cilësi, sepse kështu do të marrim sevape jo vetëm nga ky Ramazan, por se edhe nga edukimi i tyre, dhe ashtu siç ju thatë, pastaj ky edukim do të na kthehet dhe ne dhe familjes tonë dhe gjithë shoqërisë. Hoxh, Zoti ju shpëlbef për këto fjalë, për këto këshilla, për këto orientime. Zoti ju nderoft. Faleminderit shumë, ish pata kënaqësi që më zafiru. Allah i shana bënd të vëshme në punë të harët të mira. Amin, amin gjithve. Nërmiq, këtu e mbyllim dhe takimin sotëm, këto ishin disa këshilla mbi pasurinë. Pasuria është begati e madhe nëse dim si ta shpenzojmë, nëse dim si ta investojmë në punë dhe në vepra të mira, siç tha Hoxha, kështu që le të garojmë në këtë muaj të madh për t'i dhënë pasurisë tonë tjetër kuptim, tjetër vlerë, tjetër begati, duke shpërndar atë tek veprat e mira tek nevojtarët. Sot ju shpëlbef që na ndoqë, do të jemi sërish së bashku, kalofshi mirë.